Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike AKSK ka lëshuar një paralajmërim për rritjen e rasteve të sulmeve në aplikacionin WhatsApp ku qytetarët po përballen me mesazhe dhe linqe mashtruese që synojnë marrjen e kontrollit të llogarive të tyre. Sipas AKSK, sulmuesit dërgojnë mesazhe që duken zyrtare dhe kërkojnë kode verifikimi ose i drejtojnë përdoruesit drejt faqeve të rreme të autorizimit, duke rrezikuar sigurinë e të dhënave personale. Autoritetet u bëjnë thirrje përdoruesve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të ndjekin këto masa sigurie, të mos klikojnë në linqe të dyshimta, të mos ndajnë asnjë kod verifikimi edhe kur mesazhi duket zyrtar, të kontrollojnë pajisjet e lidhura në WhatsApp, të aktivizojnë verifikimin e 2 faktorëve 2FA. AKSK thekson se vigjilenca dhe raportimi i rasteve të dyshimta janë thelbësore për parandalimin e këtyre sulmeve kibernetike. Për më shumë informacion dhe rekomandime zyrtare, qytetarët ftohen të konsultojnë materialin informues të publikuar nga autoritetet përkatëse. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.